ushtarakisht të hynë në territorin e Kosovës me rastin e Banjsës, Milan Radojqiqi. Strukturat e tina ma janë aktiv, pavarësisht që realiteti çdo ditë më shumë prej shpallës pavarësisë ka ndryshuar në veri të Kosovës, por serbët në Kosovë vazhdojnë të kenë kontrollin e tyne. Jo ndoshta me dëshirën e shumicës prej tyne, po fatkeqësisht ngelen të shantazhuar dhe të kërcënuar prej këtyre strukturave. E natyrisht, edhe tash përpjekja e tyne është që në këtë rast, të flasim për politikisht ato që ka pamë që deklaroi Kurti pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, ishte që po ndikon ose po shantazhon dhe po kërcënon edhe përfaqësues të partive politike të minoriteteve tjera në Kosovë, që mos të bëjnë koalicion me zotin Kurti për ta krijuar qeveri. Në këtë rast, unë besoj që zoti Kurti këtu u zgjedh para një situate për të cilën fatkeqësisht nuk ka ditë me lujt politikisht mirë, me ato që i kemi pa edhe gjatë fushatës edhe natën kur përfundoi fushata, ku me çdo kusht sulmon gjithë partitë tjera opozitare deri në ato terma që i quajti që ishin për të ardhur keq, që i quajti hajvana krerët e partive opozitare në Kosovë, e që tash nuk ka lënë vend për me kriju një koalicion e një qeveri që do të ishte stabile e që nuk do të ishte varur prej votave të minoritetet. Në këtë rast ndoshta e dini, 10 ulse në kuvendin e Kosovës janë të garantuar për minoritetin serb dhe 10 tjera janë për minoritetet tjera në Kosovë. Në këtë rast, zoti Kurti nuk mundet me zoti Kurti dhe asnjëherë, as në qeveri, faktikisht nuk ka llogarit në votat e deputetëve serb, por natyrisht çdo herë ka llogaritë dhe ka pas në koalicion minoritetet tjera. Në këtë rast, zoti Kurti dje përmes një komunikate edhe pas Këshillit të Sigurisë deklaroi që strukturat serbe prej qeverisë së Beogradit, grupe kriminale të Radojqiqit, po i shantazhojnë, po i kërcënojnë dhe nuk po i lënë me hyrë në koalicion as përfaqësues të subjekteve tjera minoritare, që në këtë rast zoti Kurti nuk mundet në llogarit as në 10 votat e minoriteteve tjera ose partive jo shumicë në kuvendin e Kosovës. Edhe fatkeqësisht i ka mbyll gjitha rrugët të tjera për me diskutuar për me bënë një qeverisje stabile, që nuk do të ishte kaq e varur ose nuk do të përbante kërcënim për krijimin e institucioneve të Kosovës prej listës serbskas prej Beogradit. Mirë, po në këtë rast e ka filluar situatën deri këtu, duke qenë kokë fort dhe duke qenë jo i motor në akuzat dhe kritikat dhe gjuhën e përdorur para fushatë dhe natën kur përfundoi fushata. Se me asnjë kusht nuk hyn në koalicion me partitë e regjimeve të kaluara, siç i quajnë vetëvendosja dhe zoti Kurti, e deri në ato deklaratat e famshme që i përmendëm më herët. Ndërsa sot e pam që ka ndryshuar, duket se ka ndryshuar për shkak se nuk mundet me bë. Ka çuar një letër LDK-s, domethënë, kreu të LDK-s zotit Lumia.